Përshëndetje miq, sërish jemi bashkë me recetën e radhës, por sot do ju prezantoj një ilaç natyral me vetëm 2 përbërës në kushte shtëpie. 2 përbërës që vërtet bëjnë mrekulli për organizmin ton, recetë e vjetër e përdorur edhe nga gjyshet tona. Për ju që keni probleme me lukth si Helicobacter, infeksione tjera të lukthit apo fryrje të stomakut, po ashtu është një rregullator i mirë i metabolizmit. Për të përgatitur këtë recetë nevojiten 40 fish të thatë, të pasheqerosur. Fillimisht fisht i pastrojmë, i lëmë në ujë të paktën gjysmë ore derisa t'ju largohen mirë toksinat. Pastaj i pastrojmë me ujë të bollshëm, i lëmë të kullohen dhe i thajmë me letër kuzhine. I vendosim në kavanoz qelçi, sipër ju hedhim vaj ulliri, mundësisht të jetë ekstra i virgjër. Vaj nevojiten rreth 200 ml apo derisa të mbulohen mirë fisht. E mbyllim mirë kavanozin dhe e vendosim në vend të errët dhe të freskët ku nuk ka kontakt me rrezë dielli. Kavanozi hapet pas 40 ditëve, pas 40 ditëve filloni të konsumoni një fish me vaj aq sa kap luga. Është mirë të konsumohet në mëngjes në stomakun bosh. Këtë recetë e përgatis në familjen time që shumë vite për persona që kanë nevojë. Për ju që keni nevojë për këtë ilaç, uroj t'ju bëhet shëndet. Pra kjo ishte receta për sot, uroj t'jetë edhe e pëlqyeshme për ju. Miru takofshim me receta të radhës. Po ashtu faleminderit nga ju që më ndiqni, uroj që të mos shkënjeni nga recetat e mia.